أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falit dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet, përshëndetjet më të sinqerta, njeriu më të sinqert, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së pasër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë në radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke e lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonte inshallah taala, ashtu që e kena lajmëru, do të vazhdojmë me shpjegimin e librit Smundja dhe Ilaçet. Smundja dhe Ilaçi. Kemë fillu, kjo është java e 5, apo ligjërata e 5 që jem të folë për gjurmët e shëmtuara të mëkateve. Me të vërtet mëkatet, që kemë thënë, kanë lojnë gjurmë të shëmtuar. Kemë arrit tek e 30-ta. Pe gjurmë të shëmtuara të mëkateve, apo nga pasojat e mëkateve është, thot Ibn Kaimi, edhe friga të meri që Allahu e hedh në zemrën e mëkatarit. Prej pasojave të mëkateve është se Allahu te bareke ve taala hedh frigë të merr në zemrën e mëkatarit. Në këtë mënyrë, zemra e mëkatarit është gjithmonë e frikësuar dhe e tmeruar. Edhe kjo është fakt që na e shohim se mëkatarëna e na këtë bëjmë mëkate. Askush s'mundet me largu veten prej kësaj çështje, është çështje e prem, apo është ligji i Allahut subhanahu wa taala që Allahu e kalon që na me gabu, me bo gjunahe. Po dallimi mes besimtarëve të mirë dhe jo të mirë dhe të tjerëve është se besimtari i mirë kur bjen mëkat me njerë pendohet. Me një fjalë nuk janë zënë mëkatin. E Zoti na rujt njeriu me bo mëkate, e me vazhdu në mëkate, e me bo me nxon mëkatin, atëherë vjen te kjo pasojë që ka përmendur Ibn Kaimi rahmetullahi alayhi, që Allahu te bareke ve taala e bën edhe hudhën zemrën e mëkatarit frigë. Edhe ne jemi në dëshmitar se i shohim gjithë këta mëkatarë, kur nuk mundesh me gjetë një pyetër, domethënë që është i qetë, çdo herë i friksuar. Kjo fjala frikë do thotë është koncept i gjonë, nuk është koncept i ngushtë. Është frikë në problematikat e jetës. E bën Allah subhanahu wa taala që ai gjithë mikon i friksuar. E këpo non stop janë të friksuar. Dynjaja, thushti që Allah subhanahu wa taala në Kur'an na ka porosit që ne duhet me vrapu pas dynjas, e kundërta është e vërteta. Edhe këta janë për atyre që lodhen edhe kanë këtë frigën e tyre, e kanë për jetën e kësaj bote, jo frikën për botën tjetër. Pastaj Ibn Kaimi e përmend një prej çështjeve tjera e 30, thotë mëkatet janë shkak do të thotë që e largojnë zemrën nga rruga e drejtë. Kjo problematik shumë e madhe. Para të dhe Ibn Kaimi, si kom thonë, zotën është doktor i zemrës. Është doktor i zemrës, edhe zotën duhet me indajt gati robi zemrës ti. Allah subhanahu wa taala e ka bo që kjo zemër
me qenë e pa dukshme, mos më na u duk me e po njerëz fizikisht, as unë e ty nuk ta shoh zemrën, as ti zemrën teme. Është brenda në gjoks, por zemra ka reflektime dashurit e mi. Ka shenja që të tregon se pronari i saj është buri mirë apo buri keq, Zoti na rujt. Ibn Qayyim tash e përmend këtë çështje të madhe që Zotën nga njerë kur i shohim edhe disa prej vllaznive tonë, po flas ashtu kur po thon vllaznive të cofit. E shen nga njerë dikush u largu. Pse u largu? E po kjo pyetja shpejt vjen, thot hoq bre, o kombrën i vëlla musliman e kena pas shumë o këndjali mira, vëllon. 5 vakt viken xhami. Kur ligjerata si ka lëshu. Ka qenë për atyre që ka mësu Kur'an, ka lexu Kur'an non stop, e ka pas shenjat imanit shumëta. Po për një herë, u hup, për një herë, ndryshoj. Pse? Më katët dashurit e mi. Wallahi billahi me i marë se cili për këtëne, me e ullë vetëm, me abon një ullje të sinqert me ta dhe me nisë me diskutu ki me pas e këta jonë njerës që jonë hi në rrugë, jonë hi në mëkate, edhe mëkatet i kanë largu prej rrugës drejt. Nuk ka mundësi. Mbajnë në mend që api thotë hoxha këta. Kësha pas dëshirë këto, me mbajt mend ju edhe në bashkarisht. Nuk mundesh me gjetë një njeri i cili i rinë gati fes Zotit, i rinë gati Kur'anit, i rinë gati Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe më u largu prej xhamis, më u largu prej derseve, më u largu prej xhamatit muslimanëve. Nëse dikush o largu prej xhamis, o largu prej xhamatit muslimanëve, vallahi këshirja sa ai ka diku e ka prish raportin me Allahun subhanahu wa taala. E ka prish raportin. Raporti me Allahun subhanahu wa taala nuk e ka si e ka pas. Edhe për atë Ibn Qayyim shiqesh ka thot, mëkatet e largojnë zemrën nga rruga e drejtë. Kjo ndodh, çush ndodh kjo? Çka është ajo sirrul mes'ele? Sikur se Ibn Qayyim që e përmend thot. Çka është sekreti i kësaj çështje? Ibn Qayyim i thot sekreti i kësaj është se çështja qëndron në faktin e adhurimit edhe të afrimit të Allah subhanahu wa taala. Pse? Se robi sa ma afër Allahut, robi sa është ma afër Allahut, Allahu ata e afron ma afër. Që shka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, in taqarraba abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Nëse robi më afrohet një plom, unë i afrona ati një krah. Allahu akbar. Nëse ai thotë më vjen të hec, unë ati shkoj të vrapu. Kjo është Allahu subhanahu wa taala. E tani dikush më thon, jo valla unë e treki, po do kur i thosh, ku i vëllai dashur, pse ti je larg xhamis, pse ti je larg muslimanëve, pse ti je larg xhamat, ja unë biznisi, jo bezegiti biznisi, o rabbil kabe, pasha Zotin e xhabës jo. O ti e ki boni gjuna, e ki hidhru Zotin tënd. Pasha Allahun, me të nxjerr Allahu prej xhamis. Është punë e madhe, vallahi billahi, po du diçka fort. Më kon shkelje e madhe që me të nxjerr Allahu prej safit dhe me qit jashtë me qit. E kjo vjen dashurit e mi kur robi nuk e ka një llogari, kur s'ja bën llogarin vetës, nuk e shqon veten ka po shkon, nuk e shqon veten çka po bën, nuk e shqon veten çka po flet, nuk e shqon veten me kon porin. A di që ka argat shejtanit, sa i shejtani lanetullah alej, që i ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, kur Allah e ka nxjerr pi rahmetit ti, e ka nxjerr pi xhennetit, që i ka thonë, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kom e dal, kom ju ulun aty në siratal mustaqim. Shejtani gajlen më të madhe e ka me të nxjerr pi siratal mustaqimit. E ka një herë ndoshta ta qenë një shok, që është shok i keq, se në Islam ka shok të mirë dhe shok të keq.
Ai shoku I keq vjen të kap për kërahi pej punës të hajrit të nxirr. Puna e hajrit pe e lojmë klapat qelum. S'pe e përkufizojmë punën e hajrit me një punë, me një vepër caktuar, po thojmë çdo punë të hajrit që të largon çaj shok ty, ajo shok I keq. Po Allah dave shkofe, po shkoj, ala ti shkoj ti kafe. Ama ai të kanë nxirr, s'tlena u thon. Për fat keq unë e kom përmendur, do më jap kjo si vërejtje. Ka dikush që nështë e lën namazin, që tash na kanë erë po rënkojmë për aspektin e ligjeratave. Vjen e falë akshomin, pe akshomit, ju që kanë doj punë. Bismillah, shkan me pi kafa atja, wallahi billahi. Tu mësu dini Zotit, edhe ti deli a këthe shpindin, a ka argument për këta? Dhe gjë që ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë ardhë 3 persona ju në hinë gjamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I pari, pej tëre, e ka pa një mejlis, si kurse mejlis janë që është këto, o ardhë o ullë, o hinë në rrethin e mejlisit. I dyti, është skaju. I treti e ka vazhdu rrugën. Qësh I ka përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, I pari, u afru të Allahu e afroj. E strehoj. I dyti, qka u distancu, tha Allahu distancu për ti. I treti, tha e la me gjlisin, Allahu e lata. Ja Allah. Nuk ju në më rëdo, unë valloj biloj se ka njerë disa kujtojnë, kur na ju thojmë njerëzve, hajde një ligjerata kujtojnë që na rritet të roga neve, s'na rritet të roga në bashkë islami. Njëjtë e kena, valla bilkabe po. Ama për mës me orte problematika që jena të dalë gjdo dit, unë e mendoj që të problemi a utan. Neve Allah subhanahu wa ta'ala nuk na ka sprovu, halos na ka qitë sprovimonin tonë. Na halos se kena qitë, imoni jonë halos e do në sprovu. Po, imoni jonë po sprovuhet në farzët e Allahut, namaz sabahit, namaz drekes, të kindis, të akshomit, jaciz. Ama nuk kena sprovu halon çështje të mëdhaja, si kështë që shumë sprovu sahabët e pejgamberi s.a.s. që e kom përmend, unë sot e kom pas një takim me disa pej vllaznive këtu, që e kanë organizuar do të jem të rini takim, edhe ju thash aty e përmenda në takimin sot kur ishim në rastin e Sa'd ibn Mu'adhit, që vallahi billahi këto duhet me e marr me qitë mbi televiziorat, sikur Kur'ana që piqesin do mbi televiziorat, e kom ble, fosh. E kom marr, e kom qitë Kur'anin, thamë, mbi televiziorat e kom qitë, mashallah, bravo. Bravo, ama Kur'anin duhet me qitë mbi televiziorat, Kur'anin duhet me marr me lexu. Ama që si fjallë ka njëherë, vallahi billahi mëritojnë me qitë mbi televiziorat dhe me lexu. Rastin e Sa'd ibn Mu'adhit, kur pejgamberi s.a.s. ka kërku për I tëre në luftën e Bedrit nga u jep betimin jashtë Medinës. Se në Medine e ka marrë betimin pejgamberi s.a.s. për sahabeve se kanë me ndihmu, kanë me qëndru me tonë, zërën, qefe, krejt. Po s'ka marrë betim për jashtë Medinës. Po s'duf me e marrë bejan jashtë. Ka në koleksionin më Bukhariut, ka thonë pejgamberi s.a.s. Eshiru aleje e juhën nas. Më këshillani. Më drejtani që ka me bo. O që e Bubekri foli, I tha fjallët më të bukra, fjallët më të mira. I pëlqynë pejgamberi s.a.s. Po s'tëj ke pejgamberi s.a.s. me ndije Bubekrin. Ole Bubekri, u që Omeri. Edhe Omeri ashtu foli bukuremi. Pa apet pejgamberi s.a.s. Se pejgamberi s.a.s. me dike se o Bubekrin edhe Omerin e ka me veti. Edhe zotën muhajgjerin s'kishin qka me hupë, se krejt e kishin lonë në Mekë. Kush hupshin ensart, që kishin lonë gratë e fëmijë në familje atje. Kur u shtu fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, eshiru aleje e juhën nas, atëra Sa'd ibn Mu'adh tha, ja Rasulallah, o I dërgumi Allahut, me këtë fjallë si kurse ti po na synon neve, dhe me këpo lypi neve me ndëgju, tha, po bashkë juve. Tha, ja Rasulallah, amanna bik, thot kena besu saddaknak, kena të besu si të sinqer ty, ja Rasulallah. Ja Rasulallah, lau amartana, lenërmi enfusana min ala l'gjibal le ramejna.
Sikur se ti keme na urdhnu I dërgumi Allahut më u gjujt pe I majet kodrave, kena më u gjujt. Ja Rasul Allah, mësyja detit vallahi mbas te kena me ardhë. Ka dishmeri o dashurit e mi me sakrifiku për din. Një njeri që s'ka ka dishmeri me sakrifiku një herën javë me ndëgju 40 minuta në ligjerat. Pi që ti për ti mu gjujt këmi majet kodrave, po si inshallah s'vjen për puna me hypën kodrat, se këta kanë me të lonë, vallahi të lojnë laq. Me këta njerëz avodan, veç du të me thonë, hej, zot mës nas prova se këta kanë më të bo penges. Penges bon. Ama, undalen që ta me fol ma gjatë, veç për një arsy, për mu këndjel I shpërkujdesuri, edhe për mu përqëndru I qëndruari. Kjo rrugë dën bura, kjo rrugë dën njerës serjaz, kjo rrugë dën njerës që e kanë kuptu drejt dinin e Zotit. Për atë që e rrezikshmëria që ka thot Ibnul Qayyimi, njeri kur bën mëkate, bjen mëkatet e largojnë robin pe rrugës drejt. Thot sekreti I gjithë kësaj është se çështje që ndron në faktin se adhurimi sjell do të thot detyrimisht që thot, e sjell detyrimisht afrimin me Allahun. Namazi, kur të falti namazin me xhamat, po tjetër namazi ka me quteni afrim të Allahu, qka është? Ka me tashtinë e ka më rëtjanisi me lezu dhe pak Kur'an, të bëjë dhe pak dhikër. Ne disa njerëz kujtoj që, punë jo të lidh me njënja tjetërën, I ngjasojnë si kurse a I ki pa ato halkat, që jo të lidh me njënja me tjetërën? Wallahi billahi që shtojnë edhe ibadetet. Wallahi billahi adhurimet jo të lidh me njëna me tjetërën. Tjetra e prun tjetrën. E kundër ta çka është, nga ana tjetër thot mëkati e sjell largimin e njerëzit nga Allahu, nga krijuesi I tij. Në këtë mënyrë sa më shumë thot I largohet atij Allahu subhanahu wa taala, as më shumë I shtohet të vrashtësia në zemrën e tij. Para që që shka tash Ibnul Qayyimi rahmetullah alej, përmend thot, tash përmend shembuj pish selefit që kanë thonë. Thot, wa yaqulu al-akhar, se mas forti tash Ibnul Qayyimi rahmetullah alej, e përmend do thotë në këtë çështje, e përmend se robi duhet me ndal veten prej hawas, prej tekeve. Kur e ndal robi veten prej tekeve, atëherë çka? Atëherë këta njerëz e arrin kënaqësinë edhe afron te Allahu subhanahu wa taala. Çfarë kënaqësie arrin që kanë përshkruar selefi, çka kanë thonë? Ka thonë in kana ahlul janna fi mithli hadhihi al-hal innahum la fi 'ayshin tayyib. Dikush prej tyre ka thonë nëse banorët e xhennetit janë këtë gjendje, tash ky përshkruan gjendjen e tij imanore, thotë. Nëse janë këtë gjendje, çfarë unë jam të, ata ku kanë të jetuar një jetë mirë. Allahu akbar. Por më do pe krahason veten me banorët e xhennetit. Tjetri ka thonë, masakin ahlud dunya. Shkret kanë thonë banorët e dunjas. Kharaju minha ma zaqu ma zaqu ladhidhu al-'aysh fiha وما ذاقوا أطيب ما فيها. Thot të shkret jon banorët, banorët e dunjas, ata dolën prej saj e nuk e shijuan kënaqësinë e të jetuarit në ta. Këtu nuk po fol për kënaqësitë, për shahavatet, se njerëz kur përmendet kënaqësia, mendja i shkon mendjat e teket. Disa mendojnë që kënaqësia është tek rakia, tek muzika, tek kurvnia. Kur po them kurvnia, u thon se disa tu I ndru çarapa, tu I ndru guma, da u thon kujton, ajo nuk është vlerë. Imoraliteti është antivlerë. Disa mendojnë se kënaqësia është, u thon, me shku mu pej një vendit një vend. Kënaqësia reale e dashurit e mi në këtë dynja është robi me qenë Abdullah, me qenë robi Allahut, me adhuru Allahun, mi u binë Allah subhanahu wa ta'ala. Tjetër që ka thonë, lau alim al-muluk wa abna al-muluk ma nahnu fi la
لجالدون عليه بالسيوف. Ka thonë tjetri për tëre, sikur se mbretrit edhe bitë e tëre, ta dinin se në çfarë kënaqësie jena na, kishin më ardh ata dhe fëmijët e tëre me shpata, me na luftu dhe me na marrë kënaqësi. A di kush ka thonë këtë fjalë? Këtë fjalë i atribuohet dy burrave, Ibrahimul Adham, po Allahu Ta'ala alem, ma vërtet është kjo fjalë është e Ibn Islam Ibn Taymija ka thonë. Thonë disa pyetarëve, a di kur e ka thonë Ibn Taymija këtë fjalë? A di çfarë burg ka Ibn Taymija? Nuk ka në burg si këto burgat e zamanit tonë, e kanë një dhomë 5x5, ose 4x4 apo 3x3. Jo. Ibn Taymija rahmetullahi alayhi burgi I tij, qelia e tij u kon sahin njerin kom. A din kom një vrim çashtu kon. Thuhet që kur e ka thonë këtë fjalë, e ka thonë kur e kon në përket në këtë qili. Pra mendo, një grop e në qëtin kom. Edhe me thonë, me ditë mbretrit edhe fëmijët e mbretrit, çfarë kënaqësie kem na, kishin marrë me shpata, me në luftu me marrë. Pikojti dëllë kjo fjallë Ibn Taymijës. Se aj, kër e kanë marrë edhe kanë burgos Ibn Taymijën, basi e me përmendi shpejt, kanë thonë, kanë me të burgos, ka thonë nëse më burgosin, kjo shansë e mirë mu vetëmune me Zotin tem. Nëse marrin edhe në qojnë një vend tjetër, shansë tjetër me pa vend, me lëviz, me shku. Shetitje e sopi. A ka thonë nëse më vrasin, ka thonë kjo është e blok. Nëse që dhe në situatë, aja ka logarit vetën sa e shka, o fitimtar. Shishaj që ka thot një tjetër, thot, inne fit dunja gjenne. Kjo fjallë Ibn Qayyimit, vetë Ibn Qayyimi, ka thonë pëse ja ka atribu, dhe thot, hoxhës ti, Sheikhul Islam Ibn Taymijës, thot, inne fit dunja gjenne. Men lem jedhulha, lem jedhul gjennet e l'akhira. Në dunja, thot, është gjenneti I dunjas. Në dunja është një gjennet. Kush hin gjennetin e dunjas, nuk mundet me hin gjennetin e akhiritit. Parat Ibn Qayyimi rahmetullahi alayhi dashurit e mi këtu na flet për gjenneti I dunjas është besimi, bindja ndaj Allahut, nështrëshmëria ndaj Tij, që kjo është gjenneti I dunjas. Pasha Allahun, desej që I bindum jam këtë shka du me thonë, që se thë për juve qoftë edhe një qast e ka përjetu këto, e ka përjetu ëmbëlsinë e imanit tij. A i këpa robi kur e shijan ëmbëlsinë e imanit, kur e ndjen afërsinë e tij me Zotin. A ka sen më të mirë më të bukur? S'ka hiç vallahi billahi. Kështu në konë muslimon të mirë të parë hershëm, non stop e kanë ndje ato. Shqo, a I përdhët ta, nëse gjennetilit jonë kësi gjendje, si kurse që unë e jam, ata ko kanë një jetë mirë. Allahu akbar. Para të dashurit e mi, kretë me bo me këthy, që ta kretë të dhe mirë, të të hoqë, po ku është që to? Ku është sekreti? Zemra të dashurit e mi. Zemra, o zemra të dashurit e mi. Se na shpesh po habitemi prej pamjeve, pamjet plot I kanë, ti gjasojnë pamja e ti e Bubekrit, e Omerit, e Othmanit, e Alis, ama veprat I ka të Ebu Gjehlit. Pamjen e ka si të Ebu Bekrit, ama veprat I ka të Ebu Gjehlit. Edhe para tani ti shudizot, po që ka bre mundësi? Që ka mundësi kjo? Po ka mundësi, se kë imani I ti s'ka të përtu në zemër si duhet. Si ka mundësi një djallë me I thonë vetit, jam pasu si sunnetit, edhe ajë do të thot me bo pasaj, me bo krime, mashtrime. Gje pasha Allahun, më ka ardhë një gjematli, që është I pejesh, pa jetën Suedi. Tha baba pi ignorancës ta e ka marrë, e ka ba një djallë me mjekër. Po të me thonë publikisht me ndikta, edhe inshallah u shkon selamin vesh. Tha ka ardhë me borukje me tela. Me tela me borukje. 1.600 euro e kish lyp. Dhe gjelin. Dhe gjova. Mashtrus. A I mashtrot, a baba mashtrus e ka baba me mjekër. Po mashtrot, o I thash pasha Zotin e qabës, o me det që unë e s'kon pushte se pa I rukta se kësha luna. Ta si ja kësha bo ftyrën edhe me kolonja. Kështu du të me bo këtë në avutan. Se s'du të me I lo këta me mashtru njerëz me mashtru me dinin e Zotit.
me mjekër rëndës, me mjekër dredhaxhi, me mjekër hajnë. Qysh kjo? Dhe e gjin, me cëllën fe? Me fejnë e Muhammed Mustafa s.a.s. Jo Rabbil Kabe, jo pasha Zotin e Qabës. Nuk ka mundësi kështu optan. Nuk ka mundësi një njeri me qenë musliman i mirë, me i dhënë vetit jam une pasusi sunnetit. A dy manë që atë me dhënë fjalla pasusi sunnetit. O ti e pasusi epshit tënë. O vallajt ka kap epshi për hunde, o të tërhek zvarë. Se pasusi sunnetit me konë hakikat, wallahi kish me të ndalë pe i punëve të këshia. Kish me të ndalë pe i punëve të ndyta. Zotin arrujt pe i njerëzve të këshia, Rabbel Alemin. E të treta thot, mëkatet e përullin shpirtin dhe e shpërfilin atë. Shqo subhanallah, pe pasojave të mëkatet, pe gjurmeve të këshia të mëkatet, e shpërfilin shpirtin. Mëkatet e zvoglojnë shpirtin, thot Ibnul Qayyimi. E vrasin, e njëllosin, thot, dhe e bëjnë atë po vlerë. Një ndikim i ti, thot, vazhdan deri sa shpirti bëhet gjëja më e ulët dhe më e përfillshme. Për atë thot Allahu thot në Kur'an, qad aflaha man zakka, ka shpëtu ai i cili ka pastru shpirtin e tij. Wa qad khaba man dassaha, edhe është humb, është shkatru, është i humbur ai që e njëllos ato. Shpirti dashur dhe mi pastrohet. Qysh pastrohet shpirti? Me detergjenta, po. Jo, me pastrohet. Pasha zote detergjentat e dynjas me marrë me aqit jaba dhe java. Do trupat i lojnë trupat. Ndoshta e ki pa e tha, ona tha hoqë e kom shamponin dveçant të flokëve, e kom dveçant të trupit, o ti bëni 800 shampona. Po ti se ki shamponin original, e ki falës. Edhe nësa jo firmato është ai shamponit. Se ti si e të e pasru shpirtin tënë. Shpirtit tënë do ka i vjen era keqe. A në që i vjen era keqe shpirtit? Kura i të rop i njerëut qa zban namaz, se fal namazin, se besan Allahun, sa gjënë Ramazanin, nuk e zeqatin, nuk e krynë haqin, që kjo është e njëllos shpirtin e ti. Parat Allah thot, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Allah po thot qa? Me të vërtet ka shpëtuaj që e pastron atë shpirtin e ti. Dhe ka humbur aj që e njëllos ato, shpirti pastrohet dashurit e mi, sa ma shumë pun të mira. Sa ma shumë pun të mira, shpirti pastrohet. Ushqehet me fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E ki po për posh Allahun, po du me përmen një ndjenë temën dhe tondën, që neve shpesh besojnë në ndodhë në për rrjetet sociale. E ki po, kur jetu i këshur në Instagrama, në Facebooka, në TikToka, Twittera, del një makta, del një video, ndë një ledzus, që e lexon Kur'anin ombele, ai po që është taknon shpirtin. Ai po ma kjo 50 sekonda, po ti 50 herë ndëgjon ato. Pse? Se o Kur'an marri dashur jam. Wallahi që shtu i kam pastru sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpirtat e tyre. I kam pastru me Kur'anin famlar. Sikur se rasti i Jubair ibn Mut'im. Edeni e kom përmen 100 herë rastin e Jubairit, kur e kanë di pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të e lexu surën Tur. Thot ka dash me mdolë zemra pej gjoksit kër i kom di fjallët e ajetet e surës Tur. Omeri radiallahu anhu, qështë e pastroj shpirtin e ti? E pastroj me Kur'an o dashurit e vi. Kur'an janë ndryshoj, Omeri shkoj shpemur shpaten, tha kom e shku me mbyt Muhammedi s.a.s. Pastaj kom e shku të Benu Hashim, kom i thonë që unë e jom aj që kom mbyt Muhammedi s.a.s. dhe bëni që ka dush me mu. Tu shku rrugës dhe pa një bashkë qytetari ti dhe ka përshkran dhe me ke shpat Omer, ka e nisë. Tha me shku me mbyt Muhammedi s.a.s. A nuk peshe tha, në ka ndohë, e ka do babën për e vladit për i babës, vlaun për i vlaut, grun për i burit, burit për i grus. Ani tha mirë, tha vesh mirë i shkon ma përbara me shku me fshio burit tënë, tha se motra jote Fatimja, edhe Saidi, dhondrë jotë janë bo musliman, kër i dha kështu, ju bon sytë koqomerit.
E ndroj rrugën. Kur afru të shtëpia e dhondrit, aty kishte qenë një sahabe i ndershëm, Allahu na bashkoft në xhennet me ta, ya Rabbi. Khabbab ibn Arat. Shkon të i lexu pe surës që ai kishin zbrit ajetet për surës Taha. Që thot Allahu dhe Taha, ma anzalna alejke al-Qur'ana litashqa, o Muhammed. Taha janë dy shkron janë gjuhën arabe, shkon ta dhe ha që është Allahu ja din kuptimin e tyre. Ma anzalna alejke al-Qur'ana litashqa. Sta kena zbrit në Kur'anin që ti mu dëshpëru me ta. Kur e nditi Omer radiallahu anhu këtë fjalë, ja boni një tërmet në zemrën e tij. Edhe tërkiti hini mbranda. Pas veprimit ti që e boni, e goditi deri sa dhe motrën e vetë. Po apet mbërëndësin e ti, s'bëj keme e godit. S'bëj keme ahi brëndësis ti. Për para qka i del ke e rënojke. Ama mbërëndësin e ti, s'bëj keme rënu, se mbërëndësia e ti, kishi i moni në zemrën e ti. Ishi Kurani kur hinë zemrë, doshurit e mi, s'del pi zemrës. S'mund është me nëzirë. Ka njerë disa njerës, me veprime, bojnë veprime, ama Kurani ju ka hinë brenda dhe e mund Kurani. Pasha Zotën po. Një pejtyre që Omer, e ka mujtë Kurani. Se Kurani, Allah subhanahu wa ta'ala, dhët, Kurani i mund njerës. Së mundet kush me mujtë Kurani. Nuk mundet me mujtë Kuranin. Unë e ti që edhe ju ka njerë po shqetsohem, kur pejshojmë dhe sharlatana që përna dolin televizore, po na sulmujnë, po na shajnë, po na ofendojnë e krejt. O, këtë e kanë. O, Rabbil Kabe, këtë e kanë. Nuk kanë me mujt këtë din. Skur hiq, ebeden, Kernesi, ke Hasani, ke Hyseni, këta jonë emna që kalojnë. Ama Kurani, ko me mbet, juri dune li ju të fi unur Allah, po dojnë me shu nurin e Zotit, wallahi mutim mu nurihi, walau kariha l-kafirun, edhe nëse qafirat e orejnë, a i ka me plotsu nurin e ti. Thot pejgamberi s.a.s. nuk do të mbet shtëpi, kasol, vetë se ka me hi ky din, ja ka me hi me burat që ka jonë krenar me dinin e Zotit, po ka njëherë kanë me e qua dhe qka, edhe njerë që do shtajnë pavlere që ojnë ato. Mërhin ky din. Delë vallahi billahi, apo nga njerë delë bo makinja atje, që po këto po ndodhin zemonin tonë gati gjdo dytë në ditë, me tetoazha, e me harame e kejtë, po, o hindinin islam, u konin njohë, këtë njerë s'vollit tani për islamin. Ky realisht në njerë pa vlerë. Ajo tjetër atje, misë së konë, tha. Delë ajo, e kanë ndjef këtë dynjoja, e kanë këshyrë trupin e saj, për trup e kanë këshyrë. Ama ajo bëhet sebeb, plot mu interesu për islamin. Hembe këtë din, ka me hecë këtë din. Ama lebe këta ka kërpi të shanit. O, këta e mdo matufa. O, valloj, billoj, këtë e ki po ka 65 vjet i ka në mpinet. Mos manëze për mod, dikush që i ka 65 vjet. Së s'kom kur gjo me këta 65 shatë. Po përdu me thonë që ata kërejt jonë matufa. Kërejt jonë njerës deshtaka. Këshyri, valloj, familjet e të vitë si dojnë. A e pove, dull para një kohë një api atine që kaj familjes kërëzehu. A ke para të të të? Dullën këtë familjet ju distancu për ti. Po distancohme për matufit. Gjithë kështë distancohme për matufit. Ata sunën me ndalë. Tha, e ka ndru fen. Po kur o konë e fe që i ka ndru fen? Kur o konë fe? Kur o konë fe? Pe marrë vesh një shembull për me kuptu që ka përdu me thonë. Me shkuti, a i thonë në anglisht exchange, apo? Exchange këndronë parët. Apo? Exchange, ka shkut dosti të exchange. Ama parët s'ka pas. Me që hi në ndugoj që atë ja urtan. A i thonë që këj ka ndru parët, s'ka ndru parët. Po pas dollare, franka, pasha zote, nuk ka mujt me maraj euro kure në kure si që. Edhe që të jo këta të që po dhe ne ka ndru fe, që ka ndru maraj? Po a i së konë fe heq? A i së konë fe heq? Ama dashurit e mi, këta njerëz nuk munden me luftu islamin. Këta nuk munden me ndal islamin. Pasha Allahun e kom përmend edhe një herë, pe përmend e apet. Se kom thonë, edhe dua kom bo dhe kënë me vazhdu me bu dua. O më rëzat, këtë që të në që ka po na e luftojnë islamin, që jo islamin shpija Rabbi. Ja ka di shpija u që plotve. Allahi billahi s'po duhe kërë, dikush njoni do pej politikanëve,
Jep ke zara, o thënë, ama në Ramazan, që i Ramazanin e lam, ken një foto që e kom po me sytë mi. 2 qikat e ti me djallën e ti të hongër iftar. Është Allahu Akbar. Shajt i Islamin. Thujtë që shka për Islamin? Da shpliqarna e qështë dur thujti, ta qënë Allahu i mid disë salonit, ati qote e të thire zonin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hajtë nale. Ose në ndalin, wallahi billahi jo. Ska mujtë me ndalë Omeri, që jo konë buri burave, po dojnë me ndalë do që si tjerë. Jo, bre, se Islami triumfan, edhe ka me triumfu. Pastaj Ibnul Qayyim rahmetullah alejh dashurit e mi e përmend edhe të 34-ën, thot pasoj tjetër e mëkateve është se njeriu bëhet rob i shejtanit. Që ka shumë e rrezikshme. Që ka thot Ibnul Qayyim, pelizoj tekstualisht. Edhe të ndalem pak, të thojmë disa fjalë rreth kësaj. Thot pasoj tjetër e mëkateve është se njeriu bëhet rob i shejtanit, i dëshirave dhe epsheve të tij. Ai është një i burgosur në prangat dhe nuk është të në gjendje me ndalë keqen e tij. Nuk mundit me ndalë. Është rob i të keqes. E keqja e kaplan ato. E keqja e sundon ato. Wallahi billahi çto praktikisht mundem me pa të disa njerëz. E këpa kur i thush do, hajde mu falë. Ja s'muj mu falë. Qështë më s'mu po t'ja? A ki diçka që... Ja s'muj. Selen, pse i ka dashurit e mi, unë e tash shumë pe thjeshtësaj. Shumë problem. Shumë problem se i ka do mëkate që ato mëkate e kanë prangos këta. Mëkatet e ti, selojnë me ordet e ti rajgjamis. Selen, shejtani lanetullah alej, për me e sundu një person, a i du të me zhytën mëkate. Kër e zhytën mëkate, ta ne ka rob ti. Kër robi është që sinqert, kër robi është i qëndrushëm në rrugën Allah subhanahu wa ta'ala, shejtani s'mundet me lut me ta. S'mundet me lut shejtani me ta. Para të dashurit e mi, ky njeri do të thotë, i cili është bë rob i mëkateve të tij, është bë rob i shejtanit, ky do të thotë është bë edhe rob i dëshirave të tij. Masha Allahun, kisha me folë edhe shumë, po tani zgjatët nuk po du me kalu minutazhin që kem premtuar më shumë se 45 minuta mos mi kalu për ligjëratës. Vallahi aty sa njeri është rob i dëshirave të tij, tekeve të tij. Teket e tij se lojnë mu afru të Allahu subhanahu wa taala. Se loj, se ka, është ai rob i dëshirave dhe i tekeve të tij. I thush, hajde më falë, thot, pa qereve tashme në qysh marë më falë, po në më të pi. Përshe? Qa do me përmend, disa rast që thojnë për i bi, në ta. Hajde më falë, ja unë e pi raki. Hajde më falë, ja s'mojnë. S'moj. Ta shretet, me po marë më falë, ta shtu të me lo rakin. Përshe? Aso që kjo robi dëshirës ti, epshit ti, mëkatit ti? E 35-ta, po du me lexuve shpejt edhe me i përfundu, se tani du të me lonë, këmë thonë, këtë kapitull këna me zgjatur, për kapitull shumë më rëndësi. Po i përmendi shpejt, po i përmbledhi edhe 3 copa që me e përmbyll, thot mëkatet në bën shkak për rënjen e reputacionit dhe rëndësisë dhe respektit tek Allah subhanahu wa taala. Mëkati e bën robin që me i ra të tëtë reputacioni ti, qofë para Allahut edhe para krijesave. Mëkatari është i pavlerë të Allah subhanahu wa taala. Po ashtu edhe kush? Mëkatari është pavlerë të kush? Të krijesat. Të ki pa njerëz që kur po flasim për mëkatet, non stop po thojmë për mëkatet që në mëkatet mëdha, nuk po flasim për këto mëkate që krejt na bim këto. Po na po flasim për mëkatet që janë shkatruese të mëdha, sikur se alkooli, kamata, e shumë mëkate të tjera. E ki po, do njerëz që janë punë të këqija, edhe nëse namaz bojnë, as namazlit si dojnë ben, vjen xhami, kur kush e don, pse ka një punë të fëllë që jo të e bo, këtë ik piti,
E di që o kriminal, thot, kjo i poshtëra, njeri i poshtëra. Kur kush se dënë. Kjo është si rezultat dhe thot që mëkati i tij është e poshtruar ato. Pastaj Ibn Qayyim thot mëkatet i rëmbejnë njeriut epitetin se njeriu në vetveten e tij ka epitet, ka emra të lavdueshme për Allah subhanahu wa ta'ala. Për shembull, përmendo dikush në emër, që e ka një epitet të lavdueshëm për janës Allahut. Gati e thash. Besimtar, se e thash thash unisë atë undala. Kur njeri bën mëkate, zhytet në to, i rëmbet emri i tij. Largohet emri i tij si besimtar, mbet me emën, thot kjo gjinahçar. Vallahi gjinahçar i madh kjo. Edhe nëse ai musliman, nuk po them që u bë çafer, se mos të merr dikush me bardhëzi. Jo. A kjo gjinahçar i madh kupton. Kjo fasik. Kush është fasik? Ai i cili do të thotë i shfaq gjunahet e tij, që gjunahet e tij hapta si bën. Edhe i merr emrat e këqij. Mëkatet janë shkak për paksimin e mendjes. Edhe kjo është prej gjurmëve të këqija të mëkateve të dashurit e mi, se mëkatet e dëmtojnë edhe mendjen e njeriu. Se Allahu e ka lavdu mendjen në Kur'an. Qysh ka thot Allahu në disa ajete. Një prej ajete thot: "Wattaquni ya ulil albab." Mu frigoni mu o ju pronart e mendjes. "Fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra." Wa frigoni Allahut o ju pronart e mendjes, të cilët keni besu. Thot Allahu në një ajet tjetër: "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Nuk e kuptojnë kush tjetër përveç se të mençurit, njerëz e mendjes. Mendja dashurit e mi, Allahu subhanahu wa taala i ka dallu njerëz, domethënë prej hajvanatit me mendje. Në ka dallu ne me mendjen tonë. Mendja, zotën edhe njerëz e kipo. Edhe dallimi mes njerëzve bëhet prej mendjes. Thotë që kjo i mençur, Allah që kjo budall. Apo a thëmë që shtë a thëmë? Kjo mendje ndritur, kjo mendje ert. Apo shë edhe mendja e bën dallimin. E mëkatet dashurit e mi e pengojnë robin, çka është, tash dikush më thonë, çka i paska e bëzori Ibn Qayyimin qëta? Se mendja dashurit e mi e shëndosh çdo herë godet të vërtetën, shkon pas të vërtetës. A disa ka nevojë edhe me këto pe përmbylli, 2 minuta i kanë. A disa ka nevojë dashurit e mi, sidomos zamonin ton, me pas një mendje të shëndoshti, me pas mendje në shëndosh, së disa po i biune që shkon në rak me i ra pa dorza. Disa po kujtoj që veç si të hi mu fala, u talë, Allahu Akbar, Allahu kujtash, mashallah, kujtash, kry. Oj, dashur jem. Ti e ke van një putë bazë që me falë namazin, po pas namazit duesh me pas ti goditjen e sakt me ndjek rrugën e drejt. A kape aty në që falen dhe ndjekin rrugën e gabuma? Sot dush ko. Sot dush. Qka i bën ata? I bën mu largu para të dashëm, apo që sa më rëndësi është njeriu me pas një lloj imuniteti prej mëkateve. Mëkatet, çka tham, me përmbledh krejt një pikave çka e përmendi që ke unë për veti, se cila ke pika rëndësishme, po një prej pikave që më kalon shumë apo më ka shtime me ndu fort, është se mëkatet largoj për rrugës drejt. Çto mos harroni. Kur gjonë nëse s'ke mësu son të dhuj, e ku mësu një sen se mëkatet e largojnë robin për i rrugës drejt. E ai që largojt për i rrugës drejt, se ju në dy rrugë, rruga e drejt qënë ku? Në gjennet. Rruga e shtram të qënë? Në gjehenem edhe për mbylli me fjallën e Allahu subhanahu wa ta'ala, që kjo është fjallët më të mirë, jo fjallët e Allahu të baraka wa ta'ala, thëtë Allahu wa anna hadha sirati mustaqim. Thëtë kjo është rruga ime e drejt. Fattabi'un, ndjekeni ato, e mos i ndjekni rrugicat, sa ato kanë mju përqapi rrugës drejt.
Që ta pejgamberi s.a.s. ka bo një vit drejt, kër e ka lexu këtë ajet. Ka thonë kjo është siratul mustaqimi. Pastaj ka bo vija, onash. Ka thonë këto janë rrugicat. Kush i ndjek rrugicat, devion, ka thonë nëse cilën rrugic, është ka një shejtan që thirë to. Sa rrugicat kena sot. Sa shejtani thirë sot në për shejtan loqe. Me të largu ty edhe mu për rrugës drejt. Unë e lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu kur neve dhe pasardhësit tonë mës me i largu për rrugës drejt. Allahu na udhëzoft në siratul mustaqim, na boft thirsat e siratul mustaqimit. Allahu na i marr shpirtat në siratul mustaqim, atu ku ja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala tayyibin at-tahirin wa man istanna bi sunnatina ila yawmiddin. Allahu ju shpërbleft e ju nderoft. Faleminderit për prezencën, e takojmë inshallah. Sot në javë vazhdojmë me jetëshkrimin e Othmanit, që shka thonë një javë për sahabët, një javë për smundja dhe ilaçi. Allahu ju shpërbleft. Zoti ju nderoft.